Kryeministri Edi Rama ka reaguar këtë të diel pas djegjes së teserave të Partisë Socialiste në disa bashki të vendit, veprim që u ndërmor si shenjë revolte ndaj ndryshimeve të propozuara në reformën administrativo-territoriale. Përmes një postimi në rrjetin social X, Rama cilësoi djegjen e teserave si një akt të turpshëm, ndërsa theksoi se dokumenti i reformës ndodhet ende në fazën e konsultimit publik, e cila zgjat 60 ditë. Sipas kreut të qeverisë, kjo periudhë është parashikuar pikërisht për të dëgjuar mendimet dhe propozimet e qytetarëve, institucioneve dhe drejtuesve vendor. Ai shtoi se kryetarët e bashkive dhe këshillat bashkiak kanë të drejtë të shprehin qëndrimet e tyre, si me shkrim, ashtu edhe përmes formave paqësore të protestës, përsa ko respektohet ligji. Rama hodhi poshtë pretendimet për mungesë demokracie brenda Partisë Socialiste, duke theksuar se nuk do të ketë asnjë vendim që pengon shprehjen e lirë të opinioneve për reformën. Kryeministri nënvizoi se vendimi përfundimtar do t'i takojë kuvendit, ndërsa gjatë periudhës së konsultimit publik do të zhvillohet një proces informimi mbi arsye dhe kriteret që kanë shoqëruar hartimin e propozimeve për reformën administrativo-territoriale.